jemi këtu me zotin Shoqëri Kushi, i cili është themeluesi i kompanisë kurore e Ballagatit. Faleminderit shumë për këtë intervistë, zoti Kushi. Faleminderit edhe ju. Është kënaqësi që ndodhem para jush. Është kënaqësi që marr pjesë në këtë panajir. Është hera e parë që ju vini në këtë panajir? Jo, jam për herë të dytë. Isha vjet, jam edhe këtë vit prapë. Jeni si njëri në kuadrin të Bashkisë Lushnja apo jo? Ju edhe disa kompani të tjera. Cilat janë produktet tuaja kryesore? Pra çfarë po ofroni ju në këtë panajir? Atëherë, ne në këtë panajir ofrojmë vaj ulliri. Konkretisht merremi vetëm me përpunimin e ullirit edhe jemi duke përfaqësuar fabrikën e vajit ullirit kurore Ballagatit. Sa vite keni në treg? Dhe cilat janë ato sfidat tuaja më kryesore gjatë punës së përditshme? Atëherë, ne operojmë prej 2 vitesh në treg. Jemi sezoni 3 të që presim dhe sfidat kanë qenë të mëdha. Jemi të kënaqur me arritjet ku jemi deri tani dhe shpresojmë që të vazhdojmë për më lart. Sfidat më të mëdha janë në pjesën e bashkëpunimeve dhe të eksportit të vajit të ullirit apo jo? Atëherë, mirë bëre që e preki këtë temë. Sfida më e madhe dhe problemi më i madh është shitja e vajit. Për momentin ne vazhdojmë me shitjet personale, nuk është që kemi bërë kontratat me aja. Momentalisht unë jam një anëtar i SBB-s Lushnja. Besoj që jemi SBB e parë në Shqipëri që për prodhimin e vajit të ullirit. Nëpërmjet bashkisë është bërë mundur që një pjesë e disa fabrikante të bëjnë një bashkëpunim. Në këtë bashkëpunim shpresojmë që të kemi mundësi të lidhëm ndonjë kontratë madhe për shitjen e vajit, sepse vetëm ne një person i vetëm nuk mund të bëj kontrata të mëdha me jashtë. Nëse ne do jemi të bashkuar, sikurse të nisëm që kemi marrë, atëherë besoj që ne mund t'ja arrijmë qëllimin tonë që të prodhojmë një vaj ulliri me super cilësi, edhe të gjithë bashkë mund të prodhojmë sasira sa mund kërkojë tregu jashtë. Pra, edhe suporti është shumë i rëndësishëm edhe nga institucionet e tjera në mënyrë që të bëhet edhe eksporti i vajit, jo vetëm në supermarkete, le themi, apo restorante, lokale të vendit, po edhe për jashtë. Absolutisht. Neve jo pa arsye si thash jemi bërë dhe pjesë e SBB-s, sepse nëse do ishte vetëm për brenda mund janë tregje që ne mund të përballojmë edhe vetëm personalisht. Por duke qenë bashkuar, ne mund të kemi synimin që të kapim ndonjë treg më të madh, sepse momentalisht ne punojmë me sasira që i përballojmë vetë edhe po sforcohemi në shitje. Por nëse do jemi të bashkuar edhe nëse do arrijmë tregjet e jashtëm, atëherë do të thotë që ne duhet të mundohemi vetëm për të bërë sasi dhe cilësi, jo që të mundohemi kur do shesim vaj. Juve si fabrikë, si kompani, le të themi, keni toka tuaja nga të cilat kultivoni ullit apo keni edhe bashkëpunime me fermerë të tjerë të zonës? Atëherë, ne kemi disa prona tona. Kemi disa ullishta që i menaxhojmë, edhe njëkohësisht kemi edhe bashkëpunimin me fermerë të zonës. Çfarë mund presim në të ardhmen? Pra, nëse kemi suportin edhe te ky panajir kemi aktorë të ndryshëm nga cilët mund të suportojnë. Çfarë mund të presim në të ardhmen? Pra, juve keni bërë, duke qenë se kam përshtypjen biznesi i vogël dhe të gjitha investimet e deri më tanishme janë bërë investime familjare, pra nga xhepi juaj. Çfarë mund të prisni përveç eksportit jashtë nga investimet këtu brenda? Pra, nëse dikush do investonte tek ju, çfarë do bënit me këtë investim? Atëherë, nëse dikush do investonte, do na ndihmonte në pjesën e investimit, sikurse mund të jenë fondet e partit. Ne kemi gjëra të rregulluar në fabrikën tonë që ne nuk na mungon cilësia. Nuk na mungon cilësia në punë, por ne kemi vështirësi të plotësojmë disa gjëra. Pra janë disa kritere në cilat edhe ju duhet që t'jeni pak më të kontrolluar, le të themi. Mirë, unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese në punën tuaj, sepse kjo është edhe hera e dytë që ne jemi takuar bashkë, dhe nga hera e fundit në Business Magazine, dhe nga hera e fundit shoh që i në zgjeruar. Kështu që ju falenderoj shumë dhe shumë suksese në vazhdim. Shumë falenderoj ju, ishte kënaqësi.